Bisedë e ndjeshme mes Klodit dhe Kushtrimit, ndjenjat për Sasan në ambientet e shtëpisë si Big Brother Kosova, ku marrëdhëniet dhe emocionet shpesh vendosen nën presionin e lojës dhe vëzhgimit të pandërprerë. Ka momente të rralla kur banorët ndajnë ndjenja të sinqerta dhe reflektime personale. Një nga këto momente ndodhi kur Klodi vendosi të bisedonte hapur me Kushtrimin rreth Sasas, duke treguar kujdes dhe ndjeshmëri për emocionet e tij. Klodi e pyeti Kushtrimin me kujdes dhe pak dyshim, nëse del Sasa nga shtëpia, a do të vijë keq? Pyetja, e thjesht në dukje, hapi një diskutim të thellë mbi ndjenjat dhe përjetimet e brendshme që shpesh mbahen të fshehta brenda shtëpisë. Kushtrimi nuk u ndal shumë për të analizuar situatën strategjikisht, por ju përgjigj me sinqeritet dhe qetësi, normale. Pasi është vajzë shumë e mirë dhe normale që kam ndjenja për të. Këto fjalë treguan ndjeshmërinë dhe maturinë e Kushtrimit. Ai nuk e komplikuar situatën me lojë apo pasiguri, por pranoi publikisht se kishte ndjenja të sinqerta dhe të natyrshme për Sasan. Për Klodin, kjo ishte një përgjigje e qartë dhe e hapur, që i lejonte të kuptonte thellësinë e lidhjes emocionale që Kushtrimi kishte zhvilluar brenda shtëpisë. Banorët e tjerë që ndodheshin pranë dhe dëgjuan bisedën u ndan mes habis dhe vlerësimin. Shumë vunë re se momenti ishte i qetë. Pa tension dhe tregoi një aspekt tjetër të shtëpisë, atë të ndjenjave të sinqerta, ku respekti dhe ndjeshmëria vlerësohen më shumë se strategjia dhe rivaliteti. Ky episod nuk u bë thjesht një bisedë për Sasan, por një pasqyrë e natyrës njerëzore brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, si ndjenja e të qenit i dashuruar, si hapja e zemrës dhe si pranimi i emocioneve personale mund të ndikojnë në marrëdhëniet dhe atmosferën midis banorëve. Për publikun, ky ishte një moment i bukur dhe i sinqert, ku ndjenja u shfaqen pa filtrime dhe pa manipulime. Në fund, biseda mes Klodit dhe Kushtrimit tregoi se edhe në një shtëpi të mbikëqyrur 24